Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në horoskopin tuaj ditor. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë të zodiakut për ditën e premte, 14 qershor 2025. Mos harroni, kjo është një udhëzues dhe energjia juaj personale është gjithmonë e rëndësishme. Merrni atë që rezonon me ju, energjitë e ditës naftojnë të lëm pas atë që nuk na shërben më dhe të përqafojmë terren me besim. Hëna në peshore na shtyn të kërkojmë harmoni, bukuri dhe ekuilibër në marrëdhëniet tona. A je gati të dëgjosh çfarë ka për ty sot fati? Dashi përshkrimi i ditës sot është një ditë e shkëlqyer për të ndjekur pasionet tuaja dhe për të marrë iniciativa. Energjia është e lartë dhe ju ndihmon të përballoni sfidat me guxim. Mund të ketë lajme të mira në lidhje me financat ose një mundësi të re që do t'ju ofrohet. Kushtojini vëmendje intuitës suaj. Rituali i ditës: vishni diçka të kuqe sot ose mbani një gurgjakmarrë si Bloodstone për të rritur energjinë dhe guximin. Përpara se të filloni ditën, bëni disa frymëmarrje të thella, duke imagjinuar veten duke thithur energji pozitive dhe duke nxjerrë jashtë çdo dyshim apo frikë. Thuani unë jam i guximshëm, i fuqishëm dhe i aftë për të arritur çdo gjë. Demi përshkrimi i ditës. Dita e sotme sjell stabilitet dhe mundësi për të konsoliduar gjërat. Mund të merrni vendime të rëndësishme në lidhje me shtëpinë ose familjen. Është një kohë e mirë për të rregulluar financat dhe për të planifikuar të ardhmen. Shmangni kokëfortësinë dhe jini të hapur ndaj ideve të reja. Rituali i ditës: kaloni kohë në natyrë, duke ecur zbathur në bar ose duke u kujdesur për bimët. Kjo do t'ju ndihmojë të lidheni me energjinë toksore. Vendosni një vazo me lule të freskëta në shtëpinë tuaj për të tërhequr bollëkun. Thuani unë jam i sigurt, i qëndrueshëm dhe i hapur ndaj bollëkut. Binjakët përshkrimi i ditës: komunikimi është thelbësor sot. Mund të ketë shumë biseda, takime ose shkëmbime idesh. Jini të hapur për të mësuar diçka të re dhe për të ndarë mendimet tuaja. Megjithatë, kujdesuni të mos shpërqendroheni lehtë dhe përqendrohuni në detyrat më të rëndësishme. Rituali i ditës: mbani një ditar sot dhe shkruani çdo mendim apo ide që ju vjen në mendje. Përpara se të flini, lexoni diçka që ju frymëzon ose meditoni për disa minuta për të qetësuar mendjen. Thuani unë komunikoj qartë, dëgjoj me vëmendje dhe jam i hapur ndaj diturisë. Gaforja përshkrimi i ditës: dita e sotme thekson çështjet emocionale dhe familjare. Mund të ndjeni një nevojë më të madhe për siguri dhe rehati. Është një kohë e mirë për të ushqyer marrëdhëniet tuaja të ngushta dhe për të ofruar mbështetje. Mund të merrni një dhuratë ose lajm të mirë nga një antar i familjes. Rituali i ditës: gatuani një vakt të preferuar për familjen ose për veten tuaj. Kaloni kohë në shtëpi duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe mikpritës. Përpara se të flini, bëni një banjë të ngrohtë me kripra detare për të qetësuar shpirtin. Thuani unë jam i sigurt, i dashur dhe i rrethuar nga dashuria. Luani sot është dita juaj për të shkëlqyer dhe për të treguar talentet tuaja. Jeni plot vetbesim dhe karizëm. Mund të tërhiqni vëmendjen e të tjerëve dhe të merrni vlerësime. Është një kohë e shkëlqyer për të ndjekur qëllimet kreative dhe për të argëtuar veten. Rituali i ditës: vishni diçka që ju bën të ndiheni mbretëror ose mbretëresha. Kaloni disa minuta në diell, duke ndjerë ngrohtësinë dhe energjinë e tij. Kërceni ose bëni diçka që ju bën të ndjeheni i gjallë dhe plot jetë. Thuani unë jam rrezatues, krijues dhe tërheqës. Virgjëresha përqendrimi në detaje dhe organizim do t'ju sjellë sukses sot. Është një kohë e mirë për të rregulluar gjërat, për të përfunduar detyrat e lëna pezull dhe për të planifikuar. Mund të ndjeni një nevojë për të përmirësuar shëndetin ose rutinën tuaj. Jini realist me pritshmëritë tuaja. Rituali i ditës: pastroni dhe rregulloni hapësirën tuaj të punës ose shtëpinë. Përgatitni një vakt të shëndetshëm dhe të balancuar. Bëni një listë me detyrat që duhet të kryeni dhe përqendrohuni në një nga një. Thuani unë jam i përpikt, efikas dhe kujdesem për veten time. Peshorja sot thekson marrëdhëniet dhe bashkëpunimin. Mund të keni nevojë të gjeni balans në situatat ku jeni përfshirë. Është një kohë e mirë për të negociuar, për të zgjidhur mosmarrëveshje dhe për të forcuar lidhjet tuaja. Bëni kompromise aty ku është e nevojshme. Rituali i ditës: veshni diçka me ngjyrë të kaltër ose rozë. Kaloni kohë me njerëz që ju bëjnë të ndiheni mirë. Përpara se të flini, shkruani 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës në marrëdhëniet tuaja. Thuani unë jam i balancuar, harmonik dhe i dashur. Akrepi: dita e sotme sjell mundësi për transformim dhe thellësi. Mund të zbuloni sekrete ose të kuptoni më mirë motivet e njerëzve. Është një kohë e mirë për të lënë pas gjërat që nuk ju shërbejnë më dhe për të filluar një kapitull të ri. Kujdes nga xhelozia ose fiksimet. Rituali i ditës: bëni një shëtitje në një vend të qetë dhe reflektoni mbi atë që dëshironi të lëshoni.
Ndizni një qiri dhe shkruani në një letër diçka që dëshironi të transformoni, pastaj digjeni letrën si një simbol i lëshimit. Thuani unë jam i fuqishëm, i transformuar dhe i përqendruar. Shigjetari sot është një ditë për eksplorim dhe aventurë. Mund të ndjeni një dëshirë për të udhëtuar, për të mësuar ose për të zgjeruar horizontet tuaja. Jeni optimist dhe të hapur ndaj mundësive të reja. Shmangni shpenzimet e tepërta ose premtimet që nuk mund t'i mbani. Rituali i ditës. Lexoni një libër rreth një kulture tjetër ose shikoni një dokumentar udhëtimi. Planifikoni një aventurë të vogël për fundjavë. Bëni një listë me ëndrat dhe qëllimet tuaja më të mëdha. Thuani unë jam aventurier, optimist dhe i pafund. Britsja pi përqendrimi në karrierë dhe qëllimet afatgjata do t'ju sjellë sukses sot. Mund të merrni njohje për punën tuaj ose të gjeni një mundësi për të avancuar. Jeni të disiplinuar dhe të vendosur. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve profesionale. Rituali i ditës. Bëni një listë me qëllimet tuaja profesionale dhe ndajini ato në hapa të vegjël. Vishni rroba profesionale, edhe nëse punoni nga shtëpia, për të ndjerë më shumë autoritet. Vlerësoni arritjet tuaja të vogla. Thuani unë jam i disiplinuar, ambicioz dhe arri qëllimet e mia. Ujori sot është një ditë për të qenë origjinal dhe për të ndjekur idealet tuaja. Mund të ndjeni të frymëzuar për të bërë ndryshime, ose për të përfshirë në çështje sociale. Jeni të hapur ndaj ideve të reja dhe njerëzve të ndryshëm. Shmangni sjelljen rebele pa arsye. Rituali i ditës. Kaloni kohë me miq që ju frymëzojnë. Bëni diçka krijuese ose ndryshoni rutinën tuaj të përditshme. Lexoni rreth një çështje sociale që ju intereson dhe mendoni si mund të kontribuoni. Thuani unë jam unik, inovativ dhe shërbej botës. Peshit dita e sotme thekson intuitën dhe ndjeshmërinë. Mund të ndiheni më të lidhur me anën tuaj shpirtërore. Është një kohë e mirë për meditim, art ose për të ndihmuar të tjerët. Kujdesuni të mos thithni energji negative nga rrethina. Rituali i ditës. Kaloni kohë pranë ujit, si një lishen ose det, nëse keni mundësi. Bëni një meditim të shkurtër përpara se të filloni ditën. Ndizni një qiri aromatike dhe dëgjoni muzikë qetësuese. Thuani unë jam intuitiv, i dëmshur dhe i lidhur me universin. Shpresojmë që ky horoskop t'ju shërbej si një udhëzues pozitiv për ditën e sotme. Nëse ju pëlqeu ky horoskop, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje dhe për të mos humbur asnjë nga horoskopët tan ditor dhe javor. Mos haro, fati ndërtohet çdo ditë nga mendimet dhe veprimet tona. Faleminderit që jeni me ne.